Sillim një histori që tregon pak më shumë se atë që thot policia. Ky ju bashkua protestet së thirrur nga vetëvendosje për të bllokuar 2 pikat kufitare me Serbinë, për shkak se qeveria nuk po zbatonte një emocion të kuvendit të Kosovës për reciprocitet të gjithanshëm me fqinjen veriuar. Por ishte e kohë thirrje e tij, sikur që për policinë nuk çonin pesh as shpjegime tjera që bënin protestuesit. Vendimin e kuvendit të Republikës Kosovës! Për shka në ftoni? Për ta liruar rrugën, organet e rendit nuk pyesin as për moshën. Policët mos e kishin problem as imunitetin e deputetëve pasi ky mekanizëm nuk i mbron anëtarët të kuvendit. Me shkeni më në qëllë! Jo, për në me poshë! A shatë zotë, një se ba! Në këso situata, shqetësim për ndonjë polic ishin kamerat. Madje dikur humbi durime edhe ndaj tyre. Megjithatë, kamerat e Klan Kosovës kapën gjithçka edhe tek Dheju i Bardh, edhe në Podujevë, ku aksioni u krye më herët. Kjo ecje drejt protestuesve do të pasohet me shumë arrestime. Për të ikur prangave, disa nga protestuesit largoheshin nga policia. Por Fisnik Ismaili Masiv mbeti aty. Arrestimi i tij Unë për ta besën për ta. e dikush nga ta shfiu mllefin në një formë tjetër. Ti me zhavën e i pjatë mamën e tek në masat. Në në pesë mëre. Gjuajtet në drejtim të policisë ishin një arsye më shumë për prangat. Masjoni me gurë! Edhe Shpend Ahmeti hyri në listën e 146 të arrestuarve bashkë me deputetet Glauko Njuca, Ali Burnaliu, Visari Meri, Afrim Hoti, Albana Gashi. Ahmeti pati një kërkesë para se të shkonte në polici. Por Shpendet dhe të tjerët e vetëvendosjes nuk patën mbrojtje sikur Albin Kurti. Liderit e vetëvendosjes i qëndruan afër vazhdimisht, si roje disa djem. Vetëm 15 nga 146 të arrestuarit po mbahen ende në burg. Mbase ndryshe do të ishte situata, sikur të dëgjoheshin këto thirrje. Marta Gëlmani! Lirojeni rrugën se vdekni Kosovës! Por askush më mirë se ata që u arrestuan nuk din të tregojë se çfarë bën policia gjatë dhe pas arrestimit. Fisnik Ismaili tha se goditjet që i mori nuk i bën gjë, ndërsa Glauko Njuca ka në ballë shenjë nga goditjet. Policia nuk e pati lehtë ta rrëzoj. Për ta neutralizuar, Fisnik Ismaili u desht goxha mund dhe më shumë se 2 të uniformuar. Policët e shtetit që ai e kishte quajtur Newborn thot se nuk ja lanë shenjë, edhe pse e zvarritën. Kapën përkohë që ishin me mbajt kështu deri kudo që do ishin në shti. Po e panë që s'po mujnë se mi kom 160 kg, kështu që dikur ngritën kom edhe nisën me mshty shumë vrasht. As vetura nuk e zuri. Për këtë Ismaili u dërgua në një furgon me duar të lidhura. Aty, kur ishte larg kamerave, thot se e përjetoi tmerrin e 14 janarit. Njoni prej policëve, ati ftyrën s'kom ja rukur, me sytë kaltër ka qenë, ja nisi me më këcy për mi me 2 komt, deri u lëdhë. Fati keq e përcolli edhe me prangat që e shtrënguan shumë. Si pasojë ato ja pren dorën që u detyrua ta qep. Më lehtë nuk e pati as deputeti një herët nën kryetari kuvendit të Kosovës Glauko Njuca. Në ball ai mban vulën e një çizmeje. Cila më duket e tmeshme me të drejtën është pse e kanë konsideruar ngritjen time në këmbë si përpjekje për rezistencë. Mu ka duke poshtruese zvarritja e një deputeti. Si pas Konjucës, një sjellje e tillë nuk bën ndaj një deputeti të kuvendit të Kosovës. Mirë edhe kryesia e kuvendit të reagon, edhe krye parlamentari pse ju, po do të ishte mirë pse jo deputetët veç e veç. Ai tha se nuk e dia do e padis policin, por shtoi se do vazhdoj ta kryej punën e tij si deputet, duke mbrojtur vendimin e legjislativit për reciprocitet me Serbinë. Në këtë protest në cilësinë e fotografit nuk do të mund të jetë Vedat Gjymshiti. Ai dje u sulmua nga policia e Kosovës derisa po kryente punën e tij.
U bë hallakam. Policia përplaste për tokë ata që rezistonin të arrestoheshin. E gjithçka tentoi të ndodhte larg syrit të medias. E vedate që punën prej kohësh si fotoreporter u përpoqte filmonte diçka që thot se ishte e ndaluar për policinë. Unë kam qenë të fotografuar, për një moment e kom një klithmë. Jam kthy mrapa, kur jam kthy mrapa, kom pa një protestues, i shkoni pranë gazit, i shtrin për toke, edhe njëri polici më shojke me shkel mbark, këta i ke sikur fëmija që kthejnë ka oq, me lujt nga oq. Edhe jam kthy me një herë, kom desh me marrë pozit për me fotografu. Por nuk i arriti qëllimit që ta vënte në pa dhunën e policisë. Edhe më ka godit në kry, më ka godit me diçka të fortë. Po supozoj që mund të ketë qenë pendrek, sepse ndryshe nuk shpas mundësi me u alivanos. Pas goditjes, thot se pati alivanosje, ndërsa kuptoj se çka i ngjau tek disa minuta më vonë. Dhunën e policisë vedati thotë të mos e ketë parë as në rripin e gazës. Unë më thonë që policia dje në raport me mediat janë sjellë sikur gangsterat e rrugës. Ndryshe, ndaj dhunës së gjymshitit, që raportoi Klan Kosova, kanë reaguar AGPK-ja dhe UGK-ja. Policia e Kosovës nuk arrestoi vetëm ata që ishin në protest. Në Podujev hyn edhe në për shtëpi dhe u vuri pranga qytetarëve. Një fat të tillë e pati edhe Ahmet Avdiu. Shtëpia e tij ndodhet fare pranë rrugës ku të shtunën pati protesta e dhunë. Në gjitha të llovi, Ahmet Avdiu nga Podujeva thot se doli në abort ta marrë të birin, i cili po ndishte këtë ngjarje, por përfundoi prangosur dhe në stacion policor. I kom thonë unë e kam shpinë që tu ju lutem, lot sjellës mu ka mu shpia, më kanë godit me shufur në kokë, më kanë qu zhag në kerë atje, mi ka lidh prangat edhe më ka ra me lidhun prangat që shikëm pa. Avdiu, i cili thot se nuk pati lidhje me protestuesit, pranon se e ofendoi policin, me shumë dhe fos shumë në ta. I kom thonë të lutem mos u berë, se unë me 3 plagë në trup, kom derë gjak, o idiot, o pis, o kriminel, për me veshti qitë uniform. Duket se edhe më shumë u nervozua me që e arrestua në abort të shtëpis dhe para syve të fëmijëve. Ata jenë të regu pos me konë të Gadafit. E djali thot se u trishtua nga ajo që e parë. Të nga i shkova të kështu e bobi mrena, thash hajtë se mos dilë se më pëhi mrena. E kërë kam po bobin ka e arrestojnë. Veç që kanë kope, ja bërët mizës, e kanë shtin kërë. Drusha Avdiu që u mbajt 6 orë, paralajmëron se do t'i padis policët për arrestuar.